Ervin Saliani, i njohur ndryshe si Babalja, i dënuari për kallëzim të rrem, prej ditësh ishte zhdukur nga skena politike. Pas takimit të tij të fundit në Berat, ku e pritën vetëm një grusht njerëzish, Saliani nuk u duk më në asnjë ekran apo në asnjë nga këto takimet famoze, ku thotë se mbledh nga 500 persona, por në fakt janë më pak se gjysma apo oqereku i tyre. 2 ditë pas takimit, në një dalje televizive, kërkoi dhe dorëheqjen e kreut të PD-s Sali Berisha, duke thënë se kush humbet, largohet nga drejtimi i partisë. Në delir, Babalja tha se ka qenë një prej figurave më me peshë në PD-n e Korçës, duke thënë se ka fituar, ku në fakt e vërteta është e kundërta, ka pësuar humbje të njëpasnjëshme. Po ashtu Saliani nuk u duk në protestën e fundit të opozitës në 28 shkurt, pas shout politik në protestat e mëparshme, ku shkonte i fundit në protest dhe ja mbafte i pari nga protesta, sapo nisnin tensionet apo përplasjet e protestuesve me policin. Njeriu që kërkonte revolt të fortë, të ashpër ndaj qeverisë dhe Ramës, kur vinte momenti i tensioneve, ishte i pari që largohej nga protesta. Pas zhdukjes së tij që me 20 shkurt, Saliani është shfaqur sërish të hënën në emisionin e Ylli Rakipit të pa eksponuarit. Më qesharakja është se Babalja na tregon se pse ka humbur dhe pse nuk po i zhvillon më as takimet e tij të dështuara. Sipas tij, nuk do që t'i humbas vëmendjen protestave. Po, në të njëjtat protesta, nga të cilat shkoni fundit dhe ja mbafi pari nga protesta. E ka ulur pak tempin për shkak të protestave, që të mos thuhet u zhvendos vëmendja, ka deklaruar ai. Në fakt, e vërteta është se Ervin Saliani nuk frymëzon askënd, aq më pak me fasadën dhe shoun politik ku bën si i djegur për demokratët, ku është i njëjti person që i priste ata me dru në derën e Selis Blu, me urdhër të kryetarit të tij dështak dhe humbës serial, Luli Basha.